Kandilat e xhamis u ndezën, me ujë e hurme besimtarët prishin agjërimin, me shpresën që sakrifica dhe lutjet e tyre të pranohen te Zoti. Kaloi edhe një ditë tjetër sfiduese e muajit të shenjtë për besimtarët musliman. Deri në detajin më të vogël, organizatorët po kujdesen që secili pjesëmarrës në këtë iftar të ketë para vetes ushqimin e përgatitur enkas për ta. Për një muaj të plot e deri në fund të këtij muaji, çdo ditë do të ofrohen iftare falas për besimtarët, si shenjë për krahjeje dhe solidariteti në këtë periudhë të shenjtë. Fondacioni Bexhat Pacolli po vazhdon traditën e tij të ofrimit të iftareve falas gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Ne, ekipi i portalit Arbresh Info, kemi vendosur që të marrim pjesë pikërisht në këtë organizim. Gjithashtu vlen të cekët se iftaret po organizohen në sallën e sportit të Diamond Tennis në Hajvali. Pjesëmarrja është e lirë për të gjithë pa asnjë procedurë paraprake. Ushqime nga më të ndryshmet e pije të shumta që vijnë prej një nga restorantet më të njohura në Prishtinë, restoranti Arbresh, po servohen me shumë kujdes nga stafi. Njëri nga kuzhinierët me përvojë 20 vjeçare të këtij restoranti tregoi se ushqimet që servohen janë nga më të ndryshmet, duke filluar nga supa e deri tek gjellat e lloj-llojshme. Brenda ditës, ai thotë se përgatiten prej 150 deri në 200 pjata të ndryshme për agjëruesit. Po janë ndryshme, tu fillu pej supës, fillimisht tani janë sallata, herë kena gjella, pasta, mish, domethënë me mish pule, me mish viçe, qëtë. Për momentin, domethënë sillet 150, 180, shkojmë kajherë deri në 200. Ndërkohë, përveç ngrënies së iftarit, agjëruesit kënaqen duke kaluar kohë së bashku me njëri tjetrin. Agjërimi është një akt i besnikërisë dhe sakrificës që synon pastrimin shpirtëror dhe fizik, rritjen e vetkontrollit dhe afërsinë me Zotin. Muaji i madhëreshëm i Ramazanit ka filluar me 1 mars, ditë e shtunë, ndërsa përfundon me 29 mars, po ashtu ditë e shtunë. Dita e parë e Fitr Bajramit do të jetë me 30 mars, ditë e diel. Ky është muaji i sakrificës dhe i përkushtimit ndaj njëri tjetrit. Është muaji i shenjtë që zbret engjëjt në tokë për të përhapur mirësinë mes nesh. Besimtarët gjatë këtij muaji abstenojnë nga ushqimi, pijet dhe kënaqësitë trupore, nga agimi deri në perëndimin e diellit, me shpresën se kjo do të çojë në devotshmëri më të madhe.